Atëherë nuk e thash. Tani kemi mesazhe. Okej, unë nuk e di se për kë është ky mesazh që do japun, po nëse është prind, do t'i thoja vetëm kaq gjë që fëmijët kur të rriten do flasin për ty, nuk do të flasin ty, po do flasin me ata që ndoshta si ke njoh kurrë në ambiente që s'ke nejt kurrë. Nuk do thonë ato që ti do doje dhe do të kishe dëshirë, po do thonë atë të cilën ata janë ndjerë në kohën që kanë jetuar me ty. Edhe këtë e kam personale, unë jam një njëri që nuk jam një prind që duhet jem perfekt, po duhet jemi drejt. Dhe unë kam luftuar si prind që fëmija im nesër të mos thotë baba im ishte bigjozli. Baba im ishte një njëri cili i la parat rrugëve dhe ne nuk kishim. Fëmija im mund thotë ne nuk kishim se ashtu ishte jeta, por nuk do të thotë kur që i baba im ishte pjanec, ishte bigjozli. Pra nëse je prind, unë do të këshilloja vetëm kaq të lutem, mendo për fëmin tënë se nuk është se do ndodh një ditë, është sot ti e shkruan historinë tënde. Mos luaj bigjoz që fëmia jot nesër do thot prindi im ishte bigjozli. Zoti ju bekoft. Sefa, faleminderit. Jo, nuk kam çfarë shtoj, jam dakord në mesazhin që mirë është mos luash bigjoz, po meqense se ne tashmë një pjesë e madhe po e shohim që po luajnë, mirë është që atë pjesë duhet ta paguajnë t'ia marrin dhe ta përdorin për qëllime të tjera të mira për të ndihmuar grupet nevojë, dhe të mos kenë para që shkojnë në zezë. Tani janë të tjerë. Mesazhi është për temën? Jashtë temës, edhe në një mesazh jashtë temës. Atëherë unë kam jepi dy. E para është pak kështu prozaike. OBSH-ja thot nga 10 veta që vdesin nga sëmundjet jo infektive, 6 vdesin se nuk bëjnë sport. Kështu bëni sport e bëni aktivitet fizik, se kjo domethënë ju shpëton ju edhe familjen tuaj nga ato. E dyta është pak më kështu filozofike në këtë botë kur domethënë na mbytën mediat edhe ato mediumet ku të gjithë japin komente. Mesazhi im është mos shikoni çfarë thon, shikoni kush e thot. Nganjëherë heshtja e dikujt është më e rëndësishme se fjalët e qindra apo mira vetë. Amen. Po, Zoda? Jo, unë për lojrat e fatit, unë dy doja. Po, një jashtë, një brenda. Jo, për lojrat e fatit do thosha që bota e provoi. Bota edhe të vinte ligje për të ndaluar gjithçka edhe për të liruar gjithçka dhe nuk e zgjidhi. E zgjidhi me një mënyrë tjetër më realiste, më praktike, lejim, po kontroll absolut deri në maksimum të gjithçkaje. Edhe për këto që sa edhe tani